Trajnimet për hetimin e krimit zgjedhor për prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore do të forcojnë më tej kapacitetet profesionale në sistemin e prokurorisë dhe në policinë e shtetit, ndaj merr rëndësi përfshirja e tyre në programin e trajnimit vazhdues të shkollës magjistraturës, por edhe në bashkëpunim me partnerë të tjerë brenda dhe jashtë vendit. Provoja deri tanishme ka treguar se është e rëndësishme të ketë koordinim intensiv dhe të shpejtë midis institucioneve kompetente për parandalimin dhe hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve, sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore të çdo organi. Nga njëra anë, prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm kanë ushtruar funksionet e tyre brenda kompetencave ligjore, duke trajtuar rastet e referuara, duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse dhe duke kontribuar në ndjekjen penale të veprave që cënojnë procesin zgjedhor. Praktika ka treguar se për të rritur efektivitetin e hetimit, nuk mjafton vetëm vullneti institucional i prokurorisë, por i gjithë rrjetit të organeve që mund të kontribuojnë në këtë fushë. Duhet një sistem i konsoliduar ku informacionit vijnë në kohë, referimet janë cilësore, provat të ruhen menjëherë, ekspertiza teknike të jetë e aksesueshme dhe bashkëpunimi ndërinstitucional të jetë efikas. Ne kemi detyrim për punimin e dhënave dhe paraqitjen e tyre në çdo raport vjetor që bëjmë mbi gjendjen e kriminalitetit dhe patjetër një kapitull posaçëm që lidhet me zgjedhjet. Tashmë dihet që sistemi jon i mbledhjes të dhënave është relativisht, të themi, defektoz. Ndaj edhe i zhvon teksti ngritjes sistemit menaxhimit të çështjeve që do të prodhoj të dhëna më cilësore